kjo është një tjetër, si më thonë, akt në kulturën politike brenda PDK-s, ku fillimisht ai lejoj që të jetë kandidat zoti Hamza, tani patëm këtë zgjedhjen e kryetarit Hamza në krye të PDK-s, dhe unë mendoj që tani e kem formulën, sepse herë në fundit me atë formulën arritëm me rrit PDK-n në një nivel pothuajse historik, po tani e kem gjetë formulën e fitores. Dhe formula e fitores është Bedri Hamza, kandidat për kryeministër dhe kryetari i PDK-s, Mevli Krasniqi, shef i shtabit, dhe një listë përfaqësuese edhe rajonale edhe politike brenda Kosovës, e cila neve na siguron fitoren. Kështu që unë shoh këtë si një përparësi të jashtëzakonshme dhe flasëm edhe mas 28-it këtu, ju do ta shihni rezultatin. Apo thoni që zoti Krasniqi është më i mirë në një pozitë teknike se sa ato politike, sepse me gjithë respektin unë se shoh kështu në shumë betejë politike ai ka qenë zoti Krasniqi ka menaxhu jashtëzakonisht mirë Partinë Demokratike të Kosovës në një periudhë shumë të vështirë, njëjtë ka bëu edhe zoti Hamza. Nuk e thash këtë, por unë mendoj që partitë politike natyrshëm mundohen që të